shine. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Më në fund se u bë shumë kohë që nuk kam filmuar, do të thënë kam filmuar kështu pjesë, sot tash do ta nisi, sepse nëse nuk e nisi, do ta nisi kurrë. Dhe çuditërisht na doli dielli, sepse sot mëngjes ishte errësirë dhe binte shumë shi. Dhe thash, okay, pse jo, përfitojmë pak diell, mora hemën te kanguri i ri që ja kam treguar dhe arrita ta vej kangurin mirë, që ja kam treguar te video e kaluar. Por që dolëm, pim kafe, pam aty sa shoqe që kishin ardhur edhe me bebin e vet, u kënaqëm shumë. Ju dini ju mamat, kur dini me një mamë tjetër dhe me fëmijë tjetër, sa shumë kënaqeni kur shikoni një fëmijë që luan me fëmijën tuaj. Është gjëja më e bukur në botë. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk i kisha vurë fare, po pas ka qenë mikrovala e ndezur, sepse po ngrohte geri ushimin, po ju kërkoj ndjes, nuk po e filloj edhe një herë se s'do jetë më natyrale. Do bëj bukë sot, dita e bukës. Edhe do sistemoj pak shpinë, shikoni pak rrobat e hemës, nuk i preki fare derisa ajo të bjerë në gjumë. Kur flen ajo, i sistemoj dhe vendos aty te qoshi. Dje pas dite, pas punës, dolëm për kemi afër një shopping këtu dhe thamë okay, po dalim. Edhe si gjithmonë unë nuk bleva asgjë gjë për vete, blevi babi me ohemën, edhe i mora ohemës tek Seaja dhe ja super këshilloj shkoni tek Seaja sepse ka me vërtet gjëra të mira, jo kam thënë duket, kam blerë 2-3 gjëra aty dhe me vërtet më pëlqejnë. Dhe i mora ohemës këto janë kostum fakt, duket se ishte kjo me këto, jo. Është si janë njësoj, është kjo bluza që është kështu e punuar, me gjithë këto pantallonat e voçka janë të trasha, nuk janë si të tjerat, shikoni pak, janë kështu. 6 deri 9 muajsh për tani, sepse ju kam thënë që e ndroj shumë shpesh, jo se hanjë, se shkon në qerdhe. Me që nëse po flasim për qerdhen, akoma jemi tek pjesa 1 orë e gjysmë, kemi shku deri 1 orë e gjysmë, por që shpresojmë që avash të ta zgjasim më shumë, gjithmonë duke u adaptu në bazë të se si ndjet ohema. Kaq ka kushtu këtu, ky kostumi i parë, dhe i dyti pak a shumë njësoj si ky, thjesht ky ka lule këtu, cute, edhe kjo është kështu punim sikur është me dorë. Dhe me këto tutat, po njëti material, edhe pëse janë shumë bukur, tani për në vjesht. I kam bërë dhe një përsi tjetër tek HM-ja, i kam marrë aty një gjup, 9 deri 12 muajsh, ja kam marrë të madh, dhe 2-3 kostume dhe gjëra të tjera. Geri, që se një të interesum, mori për vete këtë bluzën, edhe këtë tek Seaja, bluzë për burra, edhe këto nuk ishin shumë shtrenjt, por që me të vërtet janë të plota, 30 euro është kjo bluza, me të vërtet shumë e mirë, edhe këtë bluzën tjetër ngjyrë blu me zinxhir, njëti çmim, 30 euro. Apo i mora edhe këto çораpat ohemës tek Seaja, që tani do ja fus dhe të laj, sepse do vendosim makinë me rrobat e ohemës. Më përpara laja shumë rrallë rrobat e ohemës, nëse dëgjoni gjyshurëm, Geri po han, kështu që na falni. Kurse tani laj pak më shpesh, do me thënë laj një herë në javë, sikur lajmë edhe ne rrobat tona, do me thënë shtuna është laj, shpërlaj për gjithë rrobat e javës, për pak fjalë. Kështu, tani do vazhdoj me sistemimin e shtëpisë, sepse do të pastroj pak kuzhinën, dhomën e kam përfunduar. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness from
kam këtu një kuti dhe dua t'ju bëj një haul, sepse është nga farmacia, plus nuk janë gjithë nga farmacia, në fakt, si kam bashku gjitha bashkë, por këto janë për një dhuratë që do bëj shoqëstime Migenes, që në fakt kur do nxjerr videon do ja kem dhënë dhuratë, shpresoj. Nëse jo do ta pres këtë pjesën, por me që kam gjithë bashkë këtu po ju tregoj, kam marrë këtë aromën tek Zara, sepse e kam për vete dhe më pëlqen shumë. Nëse një të interesuar, është kjo. Është shumë e mirë dhe mbajnë shumë aromë, kështu që, me që jemi këtu të heq edhe çmimin, sepse është dhuratë dhe nuk është ide e mirë t'jap me çmim. Po. Pastaj, i kam bler këtë qerape e trasha për dimër, janë shumë të buta, janë 2 palë, dhe thash, besoj se ajo ka në fakt ftohtë tani në pregnancy, e dini pak a shumë shtatzani kozi, ja kam marrë këto, i kam marrë këtë kështu, por nuk e di pse më kishte ardhi hapur, por që do ta rregulloj, te farmacia online i kam bli këto, vajin e strijeve që unë kam përdorur këtë dhe ja super sugjeroj. Nuk kam asnjë stri që është shtatzanis, vetëm kur kam lind, kanë qenë ditë e para pas operimit dhe një 2-3 ditë nuk kam vendosur vajt e pjesa barkut, sepse keni parasysh mezi ngrihesh ankam, dhe vetëm për ato ditët që s'kam vendosur asgjë, më kanë dalë 2-3 strija të vogla këtu poshtë, por vetëm pak, pastaj kam kap situatën në dorë. Tjetër i kam marrë shoqëstime dhe këtë çajin, gjitha këto te farmacia janë shumë të mira këto çajrat, unë kam pas këtë dhe e kam mbaru. Edhe thash çoft diçka për atë që është shtatzan, por lexova që ishte edhe për gratë shtatzana, kështu që ja mora. Pastaj për vete kam marrë këtë çajin që është sport, është shumë i mirë. Është i mirë për muskujt, tani që bëj sport, domethënë që ushtrohem, kam shumë marr edhe magnezium patjetër ndark, por thash pse jo të marr një çaj nga këto dhe pandati janë shumë të mirë, sepse bile ta hapim. Paktën ai mamit, që është mam ti, sepse e kam përdorur, kishte nga një quote, nga një fjalë aty, çdo ditë te kjo, por këto nuk e di nëse e kanë, për shembull, ja t'ja tregoj. Për shembull, është çaj kështu, këtu keni një gjë të shkruajtme, shumë cute. Et babe, c'est trop mignon ça, regarde. Vraiment lit. For real. Është me parfum kështu me aromë portokalli, edhe mente që është me piper. Mora këtë larsin e trupit të Ohemas, që e kemi përdorur që kur kam pasur lëkurën që ka pasur kështu si ka dalë lëkura që e binin. Dhe gjëja e fundit tek pakoja është pregnancy vitaminat, postpartum vitaminat, në fakt i marr këto, edhe ato të tjera të harrova emrin që është më e shtrenjta, por mamia më ka thënë këto apo ato të tjera thjesht janë njësoj, thjesht ato janë më shtrenjtë, edhe këtu është vetëm një komprimet, një kokër, ndërsa ato i kanë 2. Këtu i ke të gjitha me një kokër. Edhe janë 2 herë më lirë se ato të tjera. Herën e kaluar i mora ato të shtrenjta sepse nuk kisha kohë të porositja online, kësa herë thash në kohë të porosita. Kështu, ishim ne dolëm sot, bëm edhe pazarin e fruta perimeve, unë gatova sot mëngjes, ju tregoj pak çfarë morëm fruta morëm, më shumë se perime s'kam nevojë, përveç se domatet e kastraveca, se i kam bërë ushqimet e javës. Ohema sot bën 7 muajsh, kështu që do i bëjmë gjithashtu edhe videon e 7 mujorit me një kek të vogël që kemi bler, edhe me numrin 7. 7 muaj, ku kanë kalu këto 7 muaj? Thush 3-4 muaj, okej, po 7, është shumë, 7. Tregoj fakt se çfarë kemi bler ndezat ditën sepse u bë errësirë, domethënë është shumë errësirë jashtë. Kemi marr 2 vezë, të gjitha këto i kam marrë te dyqani Farm sepse më pyesni dora ku i merr perimet dhe frutat bio, i marr në 2 vende të ndryshme, por zakonisht kur nuk e kapi pazarin bio jashtë, të dielave që është paradite, i blej te Farm. Morëm boronica, këtë kosin që e jap Ohemas, mora këto 2 kosa që janë pa laktoz, i marrë me vete në punë, tash që i provoj, një avokado për Ohema, një patate tëmbël, morëm dardha, sepse janë shumë të mira dhe unë i kam qef të forta, morëm kumbulla, rushk të bardhë, molla, një 3 karrota sepse tjera të kam gatu këto i hakshu si snacks, rushk të zi, domate, të janë torta që i morëm për Ohema, numrin 7,
kastravec dhe po. Gjeri sot më solli këto lulet, kështu që do i vendos në vazo. Ky ishte pazari fruta perime dhe diku ka kushtu 40 euro. Po. Tani të bëjmë këtë tortën. Kjo është mëngjesi që konsumoj çdo ditë, përveç se në fundjavë ku ha më ndryshe, çdo ditë të shër qumësht varet. Sot kisha qumësht soja, banane varet, mund të kesh edhe fruta të tjerë, për shembull dardhat e sezonit, pjeshkën dhe mjalë. Të them drejtën, nuk i mas thjesht me sy, edhe kështu, nuk duket dhe bukur që estetik, sepse jam me ngut, kam punë, por që kjo një tas edhe të mban 4 orë full. Super. Më bëftë të mirë, nuk po, ju kam thënë që më ka ngelur edhe 1 kilogram e gjysëm që të arrit tek pesha e para shtatzanis. Sigurisht trupi nuk është i njëjtë, prandaj do vazhdoj të ushtrohem jo vetëm për trupin, por nuk di t'ju them, ndoshta e keni dëgjuar shumë herë, por sa mirë më bën fakti që ushtrohem, thjesht marr frym, e gjej veten, ndihem shumë herë më energjike gjatë ditës, ju betohem që nuk po them bla bla bla, por është ilaç i zemrës time, kështu që po ushtrohem 2-3 herë në javë, varet sa kohë kam, dhe këtë gjithmonë në mëngjes herët në orën 6 që e mbaroj edhe vazhdoj ditën, sepse kam ditën full. Kështu, nuk po bëj deficit kalorik apo diçka tjetër, sepse jam në ngjidhënëse dhe nuk dua të hyj në këto llogaritjet për momentin, paktën derisa hema të bëj 1 vjeçe. Kështu që thjesht po ha shëndetshëm, vaktet e rregullta, sheqerin e kam eliminuar gjithë sheqernat dhe nuk ha mes vakteve budalliqe, thjesht ndonjë frut, çokoladë zezë ku kam qef. Shumë thjesht hiqni sheqernat dhe ushtroni. Ky është mëngjesi im gjigant, që tani po e përzij të gjithin, edhe me përzij gjithin, kështu nuk duket shumë bukur, por është shumë i shijshëm. I betohem, është mëngjesi im i preferuar. E qenë se herën e kaluar ju kishte pëlqyer shumë haul i Ohemës. Shikoni pak çka kam marrë se herët e kam ja një karton të madh. Sepse po vjen dimri njerëz. Po. Mos hajde ti kamera, të lutem. Jo. Jo kamera. Tani Ohema ec Kamaduras, do të thënë Kamaduras, jo taman, po besojmë kuptoni kështu zhagas. Edhe është bërë, duhet bëjmë shumë kujdes, kuptoni. Edhe tani po shikon kamerën edhe be do të vi. Po i bëj një haul, sepse kam marrë për Ohemën, por edhe për vete. Në fakt ishte tek Webi një ulje 20% për ato që janë member, edhe që për fëmijët, për bebe, për rrobat e fëmijëve, bebave. Edhe unë normal që përfitova, pastaj marrë edhe 2-3 gjëra për vete normal. Por të fillojmë me çka kam marrë për Ohemën. Kam marrë këtë hudin, sepse ja vesh sipër me një herë edhe dalim. I kam marrë gjitha 9 deri në 12 muajsh. Këtë bluzën është, do të thënë, e thjesht, pa mbukur. Kam marrë këto setet, që janë thoshin që janë polar, do të thënë tamam për në dimër kur është ftohtë. Keni parasysh këtë materialin që është kështu? Edhe këto i kam marrë 9 deri në 12 muaj, që janë vërtet të trasha. Kur të shkojmë tek Bora, do shkosh te Bora ti mami? Do ta shikojmë Borën? Dhe tash t'ja marrë këto, tani, se tash ishin me ulje, bashkë me tutat, edhe këto besoj majnë shumë që nxehtë, vesh një pas treqe poshtë ose geta, edhe super mirë. Kam marrë dhe një tjetër, po vjen. Mere mama, po vjen. Po vjen Ohema, po vjen. Kam marrë këtë setin. Këtë e pas kam marrë 6 deri në 9 muaj, sepse, okej, ka nevojë edhe për tani. Është pak më i holl, por është kështu sikur është i punuar me dorë. Këtë bashkë me, po shikoj gjithkohë Ohemën se moj sharapin, bashkë me këto tutat, është në ngjyrë pink e qelet. Ku po shkon mami?
Kam marrë dhe... Oh, shikoni sa pisë pas ka ardhë kjo gjëja. Prit mami, jo këtu se janë të pistat, lutem. Të lutem, mami? Shikoni pak si pas ka ardhë kjo bluza. O, zoti madhë, shikoni sa pisë. Do t'ju e kthej në këtë mënyrë, sepse nuk është okej. Tash marrë bluza bazike të bardhë, edhe një të bardhë dhe një të zezë për vete, që t'i vesh poshtë si puna kësaj. Erdhi, jo hema. Erdhi. Si puna kësaj që t'i vesh poshtë pulovrave tani që është ftoft, por që këtu ta kthej sepse në këtë mënyrë nuk e mbaj, edhe pse lahet, edhe më duket se është pak e madhe, ja. Hema e kthej kamerën kështu. Ja, kush është këtu? Do të shikoj te kamera. Po thoya që i marr dy bluzat tilla si kjo që i kam, bardhë e zezë, sepse tani duan, por që e bardha që më ka pis, edhe besoj që janë shumë e madh, kam marrë masën L. Edhe të zezën e kam marrë, por mendoj që nuk është e materiali që du unë. Dua që t'jetë kështu stretchy si kjo, të ngjitet në trup tamam. Kjo është shumë e gjerë, e nuk po më pëlqen, kështu që këtë të bardhën edhe të zezën do i kthej. Të lutem o hema, mos bën bërdoqe, mos bën gabime. Shikoni pak çka kam marrë këtu. Për në dimër, për Krishtlindje, për o heman. Kjo është për ti, mami. Sa e bukur? E shikon? Me baba gjyshin, në deri në 12 muaj, që tash përfitova aty të ulljet, edhe është shumë e bukur. Mere, mami, e don ti? Mere, kjo është për ty. Sa e bukur, mama? E bukur, mama? Wow, sa e bukur, goqa mami. Një tjetër kostum, edhe këta e ka marrë 6 deri në 9 muaj, për tani. Është ky, më duk shumë i lezetshëm. Shikoni pak. Jo, mami, të lutem, jo lë qesen, jo qesen. Është shumë i thjesht, i pambukut me këto pantallonat. Unë mbush tani jo hema, se besoj se do i blej më. Një gjë tjetër që i kam bler, i kam marrë gjupin e parë. Gjupin e parë të dimrit, sepse ai që kishte dhe ka vesh deri tani ka qenë një që i ka dhuru Ersi, dhe gjithashtu një gjup që e vishja nga kokat e këmbët që na ka dhënë motra Gerit. Por kjo është gjupi i parë i hemës. E kam marrë 9 deri në 12 muajsh, dhe ata me janë gjurë bejsh, por nuk kishte në stok. Se tash nuk i dihet, mund të kem një djalë pastaj t'ja veshim, por jo, më duket se do kem një gocë pastaj. T'ja vesh o hemës qofsirin, është shumë i trash, se do një referencën, dhe nuk ishte shumë shtrenjt, dhe ja le këtu. Nëse jeni të interesum, shikoni këto kodin këtu. Besoj se janë këtu. Edhe, po, është shumë i trash. është pak si kështu, për shiu nuk besoj se është, por nëse kjo akoma nuk ecën, por që është, shikoni pak. Ja, unë ekspert tani nuk jam të gjukat e bebave, por mendova që është edhe i lezetshëm, edhe i trash. Tani këto që kanë ngelur janë për mamin, mora një rryp tjetër, ka një rryp ngjyrë kafë, sikur ai tjetri më pëlqeu shumë dhe kam përdorur shumë. Shikoni, është ngjyrë kafe, shumë e bukur. Mora një tjetër pullover sikur ato që kam, ngjyrë gri. Nuk më lao hema ta mbaroj hollin, kështu që e kam vendosur në gjumë dhe po thoja që kam marrë këtë bluzën në gri, që është sikur ajo bluja dhe e bardha që e kam tregu këtu, sepse më vërtet më pëlqen shumë dhe tani po vesh shumë nga këto pullovrat me bluza bazike poshtë, qoftë e bardhë, qoftë e zezë, prandaj mora edhe ato dyja se ndrohem, shkoj 3 herë një javë në zyrë. Kështu që mora këtë, dhe grija është bazike. Kam marrë dhe një pullover tjetër. Pullover, si quhen këto? Kjo është një model, nuk është një model si kjo. Është ngjyrë, po, duket që është edhe kur e prek është ndryshe, është kjo ngjyra shumë e bukur që është bordeaux. Kjo është masa L. Edhe kjo. Këti nëse më shkojnë këto ngjyra, se do kisha qef t'i lyja flokët tani në vjesh, ngjyrë kafë çokollatë, por nuk e di se jam akoma me hezitimin nëse të kthehem bjonda apo jo, po edhe nëse kthehem bjonda se nuk do jese tani sepse nuk kam plane që të shkoj në Shqipëri edhe këtu nuk dua të bëj eksperimente të tjera me flokët e mia. Ngjyrë çokollatë do kisha shumë qef t'i lyja. Qofse njihni parukeri të mira këtu në Belgjik, në Bruxelles kryesisht, po edhe mund të jesë edhe në Anvers, s'ka problem se mund të shkoj, por ju lutem më thoni, sepse dua t'i pres flokët, se më janë rritur dhe t'i drejtoj sepse mi ka prerë një janë më shkurt një më lart dhe janë pak si shkallë këtu, kështu që më duhet t'i rregulloj. Ju lutem, nëse një.
not so hard. I can get lost down that dangerous road. I am not them. I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom, I guess. It's not easy. I'm so proud of you. Thank you, Mama. You're such a good man. Man or dad? Dad, Or both of everything, them? everything. Të gjithë burrat që na shikojnë këtu, të gjithë nanave dhe grave, duhet bëjnë pjesë patjetër te punë të shtëpisë, në mënyrë që mami të mos lodhet shumë dhe mos jesë edhe të mos kalojë në depresion, në gjitha gjërat e tilla. Depression? Thank you. There's no depression in this house. Ndihmojmë njëri tjetrin, po. Jemi këtu për njëri tjetrin, por detyrat e shtëpisë i bëjmë të dy. Apo jo, Geri? I'm there. Si mendon ti? A mendon ti se gjithë burrat duhet bëjnë njësoj si gratë në shtëpi? I think a man should do what a woman does. A man can do all what a woman does though, I'm not gonna lie. For example, what a For man... example, you women, you're special. Ishte një vajzë në Instagram që thoshte që fundjava po afron, sepse sot është ditë e premte në fakt, edhe thoshte që ishte në anglisht, thoshte që ju burrat, ju gratë mbajini mend këtë. Thoshte mos prisni që ju burra mbajini mend këtë që po ju them. Mos prisni që gruaja t'ju thotë bëj këtë, bëj atë, bëj atë, bëj atë, sepse pastaj gruaja e bën vetë më mirë. Domethënë gruaja nuk duhet të arrijë në stadin që të thojë burrit bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë. Burri vetë duhet ta di se duhet bëj këtë. Për shembull, burri shikon një gjë që është në tokë, kape, hidhet te koshi ose çoj te rrobat e palara. Shikon ençan të palara, vendosi te makina. Shikon diçka që nuk shkon në shtëpi, bëje. Pra mos prit që gruaja të thotë se ke bo, e ke bo. Pastaj e bëjmë vetë, s'kemi nevojë. Kështu që më pëlqeu shumë çfarë thoshte ajo, ose për shembull merre babyn pak edhe ik largo